Të nderuar qytetar, nga emrimi im si drejtor në SHPK komunale kemi dhe janë realizuar projekte të shumta. Gjithashtu kemi marrë përgjegjësi për mirëmbajtjen e stadiumit Deçiq, ndriçimit si dhe transportit publik. Gjatë vitit 2024 jemi pajisur me disa mashineri për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave. Gjithashtu përmes projektit të ekofondit kemi realizuar pastrimin e 2 lokacioneve të urrelës në Kodërbudan. Me blerjen e disa mashinerive u mundësua grumbullimi i mbeturinave në disa lokacione që nuk ishte mundur deri tani. Gjatë vitit 2024 kemi bërë edhe shpërndarjen e 480 qeseve plastiku në 480 anvisri për seleksionimin e mbeturinave. Çdo ditë bëhet pastrimi deponive të egra dhe pastrojmë rreth 30 kubik në ditë. Gjatë gjithë vitit kemi bërë shpërndarjen e mbi 1000 koshave në disa zona të majësisë. Kemi fituar me projekt peshorën, e cila u instalua dhe është e gatshëm për qytetarët të bëjnë marrjen e produkteve tyre. Në vitin 2024 bëjmë mirëmbajtjen e rrugave, parqeve, bulevardit, barrezave, si dhe stadionit Deçiq. Gjithashtu realizuam 3 projekte shumë me rëndësi për komunën tonë. Gjatë këtij viti realizoi edhe projekti Udhëzim Qelbër, i cili është financuar nga Ekofondi me vlerë për 30.000 euro. Fiton traktorin për kositin e barit pranë rrugëve me vlerë rreth 60.000 euro. Po ashtu kemi pastruar edhe 10 lokacione të deponive të egra ku i kemi shndruar në mini parqet e vogla. Në vitin 2024 u bën konstruktimi i stadiumit me vlerë prej 2.600.000, ku ne si komunale morëm përgjegjësi për mirëmbajtjen. Mbajtja e stadionit Deçiq bëhet rregullisht edhe zgjidhet shumë në gjendje të mirë. Për këtë vit filluam me transportin publik, i cili është falash tani për nxënësat edhe krejt qytetarët e komunës së Tuzit. Gjatë vitit 2024 kemi bërë ndrimin e më shumë se 1000 dritave nga ato të thjeshta në LED. Dhe me këta kemi ulur shpenzimet e energjisë elektrike me vlerë për 7.000 euro. Gjithashtu jemi duke bërë edhe dekorimin e qytetit për festat e fundvitit. Pra, këto ishin gjitha projektet për vitin 2024 që i realizuam. Shpresoj dhe mendoj se në vitin 2025 do kemi projekte me të mëdha, me të vlefshme për komunën dhe për gjithë qytetarët e Malësisë. Ju falenderit.